intervista do të jetë përqendruar në zhvillimet e dy kampeve të mëdha politike që kanë rikthyer në vëmendje debatin e demokracisë brenda partive. Ditën e sotme u paraqitën 3 kandidatura përballë zotit Berisha, por ajo që ndodhi u lexua si pengesë për kandidimin e figurave të tjera. Pasi zyrat ishin bosh në rastin e Salianit, kandidatura u la në recepcion. Kokalari nuk u pranua. Si e komentoni këtë zhvillime? Jo, nuk më shqetëson kjo pjesa e kandidaturave të Salianit apo të Kokalarit. Mua më shqetëson që tjetër në fakt kandidaturët që nuk ishin të penguara dhe mbi të cilat ka një pritshmëri. Nëse i bëjmë një analizë moshës zotit Berisha, sigurisht që PD-ja dhe ai vetë janë në kërkim të një pasardhësi, sigurisht që ka vetëm një kriter përjashtues, të ngjajë sa më pak me Lulzim Bashën në vese, në sjellje apo në pazare. Mirë po, e dim gjithashtu si fakt që një pjesë e madhe e eksponentëve të Partisë Demokratike të sotëm, të grupit saj parlamentar, por dhe jo vetëm dhe përtej saj, kanë një aspirat për të qenë lider të ardhshëm të Partisë Demokratike. Mua këta më duk shqetësimi i vërtet që pse nuk morën përsipër, kishin një konkurim dhe qoftë edhe një materializim të aspiratës tyre për kreun e Partisë Demokratike, që të ishte një aspirat serioze, qëndësishme, me këmbë tokë, që të kishte premisa për të ngjallur. Dëgjoj, nuk do fitonte askush përballë Sali Berishës, ndoshta as Sali Berisha nuk do fitonte dot në këto momente përballë Sali Berishës, por dikush do të vendosi në rrugën për të qenë lideri i ardhshëm i saj dhe do të pritej kjo gjëja pa asnjë lloj gjaku të prishur. Dhe kjo më shqetëson megjithatë për të ardhmen e Partisë Demokratike, për një Parti Demokratike që nesër do të qeverisë vendin. Dhe lideri i saj do duhet që të paraqiste stofën e liderit që në këto momente. Ndërsa sa i takon këtyre kandidaturave, e vërtet është nuk u pranua as Plumbi Linçi, po besoj se ora e Barcaletave ka mbaruar. Me që vetëm para pak orësh Saliani depozitoi kandidaturën bashkëshoqëruar dhe me një platformë. Si e shikon kandidaturën e tij? A duhet pranuar nga berishianët? Dgjoj, e para një nuk ka në PD berishian, Partia Demokratike udhëhiqet nga Sali Berisha, besoj e mban mend procesin e rithemelimit në stadiumin kombëtar që marr stafa tani më Air Albania, kështu që ai procesi i etiketimit të demokratëve perishian është i pejkaluar dhe duket jo korrekte si terminologji. Sa i takon Salianit, besoj Saliani ka të gjitha mundësitë për të vepruar brenda rregullave të Partisë Demokratike. Për mua Saliani e mbylli karrierën e vet politike që kur nisi lëvizjen që ditën e parë, pastaj pa nevojshme, siç ishte ajo që që më ftuan në Durrës për kafe dhe unë s'kisha ç'a bëja në një gjë më të mirë dhe erdha piva kafen në takimin që kishte organizuar vetë. Po besoj është po në smundjen e mos shfaqjes së një stofi për lideri, zoti Saliani besoj nëse i referohemi të deklaratave të zotit Berisha për sjelljen e tij brenda forumeve të partisë, nuk ka paraqitur këto ankesa që i shfaq zakonisht kur shkon i ftuar te report të bëja. Po për kandidaturën e Evi Kokalarit dhe Alicia Balliut, si do e komentoni? Thash që ishte edhe Plumbi Linçi që sura, po besoj koha e Barcaletave ka kaluar. A i bën mirë Partisë Demokratike që të vijojë kaq gjatë tranzicionit dhe të vazhdojë me përjashtimin e armiqve të brendshëm? Cili është tranzicioni gjatë? Tranzicioni e Partisë Demokratike ka mbaruar para 2 vjetësh. Kështu që nuk shoh tranzicion në këtë moment. I vetmi tranzicion që do të jetë, tranzicioni për PD-n ka mbaruar, që në momentin që Kuvendi Kombëtar zgjodhi Sali Berishën lider, sigurisht me ndihmën e Ramës. Kështu që nuk shoh asnjë lloj tranzicioni. Vetmi tranzicion që do të jetë ai në një moment të dytë, besoj unë, pasi Sali Berisha ta konsideroj të mbyllur projektin e vet politik. Atëherë po, do mund të flasim për një tranzicion që besoj të jetë shumë i shkurtër, sepse do jetë në rrethana kreditera. Po protestat, si shikoni si diçka efektive për të ardhur në pushtet, si e gjykoni se do të jetë ajo e 8 maj dhe çfarë do të sjellë? Po protestat nuk janë një mekanizëm në vetvete ngushtësisht i lidhur me ardhin në pushtet.
nuk besoj se kanë të bëjnë në këtë moment protestat me ardhen pushtet, kështu që edhe asociimi në një fjalim duket i pasaktë që mund duket edhe me një lloj perversiteti, se protesta nuk bëhet që të vihet në pushtet, saqë erdhi në pushtet Rama me 21 janare, nuk ka një korrelacion të drejtë për drejtë. Protesta bëhet për ato shkaqe që ka protesta, që janë të ndryshme në çdo herë, se fatmirësisht Rama ofron shkaqe për të protestuar, jo vetëm ndaj PT-s, por ndaj çdo grupimi shoqëror çdo ditë, jo çdo javë, çdo muaj. Sigurisht ato janë një provë në vazhdimsi e projektit politik që është Partia Demokratike, për treguar që është një parti terreni, për treguar që është në terren, për treguar që përfaqëson një numër të madh shqiptarësh dhe një numër të madh kauzash. Në këtë kontekst i konsideroj domosdoshmëri protestat. Pastaj kreativiteti dhe mënyra se si ato shfaqen, sigurisht që është e hapur për debat, po kam përshtypjen ata që nuk janë në shesh nuk kanë të drejtë t'i tregojnë atyre që janë në shesh se si të bëjnë finte për të shmangur gazin lotcjellës në sy. Kështu që siç thoshte edhe Theodore Roosevelt, askush nuk mund ta gjykojë njeriu që është në arenë përveç atij që është përballë. Janë thjesht njerëzit në arenë në këtë drejtim, veçanërisht kur bëhet fjalë për sheshin. Dhe kritikët besoj e kanë shumë të lehtë të gjykojnë nga pozitat komode të zyrave apo të koptuqeve të tyre. Por nëse kemi parasysh veçanërisht çfarë ka ndodhur në Shqipëri pas 12 marsit, ku me votim në parlament u ruajt imuniteti i Ballukut, kam përshtypjen që çdo gjë i lejohet PT-s tani më të bëjë në shesh dhe jo vetëm. Po sfidën e Spiropalit ndaj Ramës e shihni si të dirigjuar nga figura të ndjera brenda Partisë Socialiste apo si rënje të saj politike? Nga figura të ndjera? Po. Brenda Partisë Socialiste. Të ndjera domethënë të vdekur. Po. A mendoni se po i dirigjon Nano nga varri? Interesante. Nuk e di nëse Elisa Spiropali, e di që shumë nga PS-ja besojnë këtë gjërat, por nuk e di nëse Spiropali flet me të vdekurit aq më pak me Nano, se nuk i përket atij brezi politik, ajo i shfutur politikës pasi Rama ishte bërë kryetari i partisë. Megjithatë nuk e shoh të dirigjuar nga brenda, mendoj se ajo ka gjetur aleat jashtë Shqipërisë, pati dhe një konflikt tjetër Beraçës dhe pati një ndarje të opinionit publik, veçanërisht gazetarëve, nëse kush ishte më genuin dhe i vërtet kjo përplasje, por unë isha nga ata që nëse do vija bast, ka lindë ishte Spiropali, edhe pse shumë patën një shpresë që Braçja për shkak të vjetërsisë do të ishte më konsistent dhe konsekvent në qëndrimet e veta, doli që kisha drejt, në fakt Braçja ishte vetëm hallin e mandatimit si kandidat për Bashkimin e Tiranës dhe kurse si të përzjej ujërat apo të qarkulloj mykun që e ka zënë Partinë Socialiste. Braçë duket se kanë mbështetur qëndrimin e Spiropalit. Njëjtë për çudi. Po. Njëjtë për çudi ka ndodhur dhe me bashkëshortin e ministres Ibrahimaj. A e shihni që do ketë pasoja të tjera dhe a do vijojë kjo si telenovel? Jo, pasoja do ketë patjetër, sepse për të vetmen arsye që nuk pati pasoja për Spiropalin. Nëse të kujtohet, i thanë asaj që po se edhe të votosh për Ballukun do të përjashtojmë, nuk e përjashtuan. Ajo postoi në rrjetet sociale, i thanë po postove do të përjashtojmë, ajo postoi prapë, i thanë prapë po fole do të përjashtojmë, dhe doli me manifestin e saj politik që filloi më përjashton. Dhe në këtë drejtim, unë mendoj se Rama nuk ka çej për Spiropalit dhe çdo gjë që mund t'i bëjë Spiropali do të kthejë në bumerang me një jashtë dhe të drejtë për drejtë ndaj Ramës. Keni parasysh konflikti mes Spiropalit dhe Belinda Ballukut është një konflikt shumë i gjerë se thjesht mes një sherrë grash, është një konflikt strukturor, është një konflikt politik, është një konflikt ideologjik që sigurisht mund ta tundi nga themelet e Partisë Socialiste, veçanërisht në një moment kur Edi Rama nuk është në kota të mira, nuk ka fuqinë e vet të dikushme, edhe pse në letër është më i fuqishëm se kur me 83 mandatet, por nuk ka mbështetje ndërkombëtare që gëzonte deri para goditje gjysmë. Në këtë pozita, asaj nuk e ka luksin që veçanërisht dikush që ka qenë ministër i vet i jashtëm të shkaktojë trazira të llafashme. Por nuk mendon se Rama mund ta shkërmosh Spiropalin duke pasur parasysh se i shoqi i saj ka një sër biznesesh në kohë që ajo ka qenë në pushtet, në poziciona të mira qeveritare? Si e shkërmosh?
Po duke ditur që bashkëshorti i saj ka një sër biznesesh, në periudhën që ajo ka qenë në pozicione të mira qeveritare. Nëse i referohemi deklarimeve të pasurisë, të gjithë eksponentët e qeverisë janë milionera, të gjithë. Nëse ai e bën këtë në Sferopalin, do fitonte apo do humbiste? Se nëse marrim të mirë që në faktin që këta janë gjithë pasur, nuk besoj se Sferopali është duke pritur prerjen në kuponit tatimor të radhës për të ngrënë bukë. Besoj se i ka siguruar masat e veta për të luajtur në skakierën politike shqiptare që duhet të veçanërisht në kampin e mazhorancës është një skakier goxha e shtrenjtë. Ndërkohë do të jetë një mesazh të gabuar dhe shumë të rrezikshëm të gjithë mbështetësit e vet të tjerë dhe nuk e di se sa do të garantonte besnikërinë e të tjerëve nëse do të bënte atë gjë me Sferopalin. Pastaj shkërmoqja, kushdo mund shkërmoqet në një vend si Shqipëria, mund shkërmoqet edhe kryeministri. Po tani kush i friksohet kujt? Gjithë i friksohen gjithëve. Njëri tjetrit. Unë për vete, po t'isha Rama në këto momente, do kisha shumë frikë nga Ilir Meta, për shumë. Po, Ilir Meta që sot duket në pikën e vetë më të dobët dhe ishte praktikisht i deformuar, i denatyruar, i shkelur në këmbë dhe i dhumuar, siç edhe raporti i Komitetit Shqiptar të Helsinkit që unë e botova sot ekskluzivisht në mëngjes, që thoshte që kishte trajtoi dhe denigroi Burg. Unë në këtë moment do kisha shumë frikë nga Ilir Meta nëse do isha Edi Rama, sepse larg qoftë Ilir Meta tel, nuk besoj se do jetë më i gatshëm për të ulur në një tryezë dhe për të negociuar politikisht me Edi Rama. Po Ilir Metën si e komenton një gjendjen e tij? Me që Jo, gjendja e Ilir Metës ishte shqetësuese, por jo më pak shqetësuese se gjendja e mira shqiptarëve që dërgjen në paraburgim dhe në burgim, goxha herë të padrejtë në vendin tonë, sepse proceset gjyqësore janë gati qesharake. Kur mbarojnë, imagjino që zgjasin nga 7 vjet për një shkallë, dhe kjo e bën tragjike situatën e shqiptarëve në raport me institucionin e vuajtjes së dënimit. Ajo që më bën përqeshur ishte një publikim, një postim në rrjetet sociale i drejtorit përgjithshëm bugjeve jo më larg se mbrëm, pasi Shqipëria ishte ende në shok me fytyrën e shkalafitur të presidentit të Republikës, kryeministrit të vendit, kreut të vendit, ministrit të ekonomisë, ministrit të jashtëm dhe çdo detyrë tjetër që ka pasur Ilir Meta dhe drejtori përgjithshëm i bugjeve bën një postim citon Nelson Mandela, një tjetër një burgosur politik, thotë gjendja e shteteve dallohet nga mënyra si trajtojnë ata që kanë gabuar. Ndërkohë që është personi direkt që jep urdhra të keq trajtohet Ilir Meta me qeli, të denigrohet ai dhe të cënohet dinjiteti njerëzor. Kështu që jetojmë në një vend që përveç tragjedisë madhe provon goxha komedi dhe shumë interesante është kjo, por me gjitha karma nuk pushon kurrë së punuarin në një vend si Shqipëria. Ilir Meta besoj unë po paguan një çmim të padrejtë për karmën e bashkëpunimit më shumë se ç'duhet me Edi Ramën, një njerëz që i ka dhënë Edi Ramës çdo pushtet që ai ka kapur më pas dhe ndoshta ka nëvlerësuar një ditë më shumë se ç'duhet Edi Rama. Duke qenë si e shquar nga hera për mendimin tënd shumë të drejtë për drejtë. Si e shikon ju rokadën e fundit në policinë e shtetit të firmosur nga Skënder Hitaj? Banale, po aq banal sa ç'është edhe emërimi i tij në krye të policisë së shtetit. Ishte krau i armatosur i Ballukut në Fier dhe vjen të zëvendësoj kraun me uniformë të një grupi të armatosur që ishte para tij. Asgjë për të qetësuar dhe asnjë lajm i mirë për rendin e sigurisë publike në Shqipëri.